إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Falënderimet dhe lavdrimet I takojnë vetëm Allahut fuqiplot. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Ndërsa salavatet më të përzemërta I dërgojmë njeriut më me vlerë në historinë njerëzore, edukatorit suprem, pejgamberit dhe njeriut më të dashur të Allahut subhanahu wa ta'ala, pra Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, I cili nuk kurseu asgjë që sot feja jon të jetë feja islame. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot I cili meriton të adhurohet përpos Allahut. Dhe dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Tij. Atë që Allahu e udhëzon, s'ka kush që e devijon. Dhe atë që Allahu e lë në devijim, nuk ka kush që e udhëzon në rrugën e drejtë përpos Tij. O ju që keni besuar, kijeni frikë Allahun sinqerisht dhe mos vdisni përpos duke qenë musliman. O ju njerëz, kijeni frikë Zotin tuaj I cili ju krijoi juve prej një veteje dhe nga ajo e krijoi palën e saj. Dhe prej atyre dyve ushtuan shumë burra e gra. Kijeni frikë Allahun me emrin e të cilit përbetoheni dhe ruajeni farefisin, nga se Allahu është mbikëqyrësi juaj. O ju që keni besuar, kijeni frikë Allahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai ju mundëson juve që të bëni vepra të mira, u ashlyen juve mëkatet tuaja. E kush e beson Allahun dhe të dërguarin e Tij, pa dyshim ka arritur një fitore të madhe. Fjala më e drejtë është fjala e Allahut, ndërsa udhëzimi më I mirë është udhëzimi I Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Punët më të këqija janë bidatet. Çdo bidat është humbje, ndërsa çdo humbje shpije në zjarr. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na mbrojë nga zjarri. Amin. Vëllezër të dashur, xhamatli të nderuar, si dhe ju dëgjues të nderuar të radios islame, të cilët na përcjellni nga të katër anët e botës nëpërmjet valeve të internetit, fillimisht ju përshëndes me përshëndetjen më të ngrohtë dhe më të bukur që ka ekzistuar ndonjëherë. Përshëndetjen islame, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, mirësit dhe begatit e Allahut qofshin me ju. Ligjeratën
të cilin e kam zgjedhur, apo temën të cilin e kam zgjedhur për ta shtjelluar sot së bashku me ju, në këtë ditë madhështore, në këtë ditë xumaje, në këtë ditë më të vlefshme të javës, ja kam kushtuar një cilësie me të cilën duhet çdo musliman që ta mbuloj apo ta vesh vetveten e tij. E ajo është një cilësi të cilën e kanë pasur të gjithë pejgamberët, duke filluar nga pejgamberi i parë dhe deri te pejgamberi jon i fundit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili jo vetëm kësaj cilësie, por të gjitha cilësive të tjera u dha kulminacionin, pra ishte njeriu që ishte më madhështor dhe më kulminant në çdo cilësi të mirë. E këtë cilësi në ditët e sotit pak prej nesh e kanë. Dhe ajo është cilësia e sabrit apo cilësia e durimit. Dhe këtë temë kam titulluar Sabri, begati madhështore. Pse themi se sabri është begati? Dhe pse themi se sabri është begati madhështore? Është begati sepse ajo është një prej cilësive të cilën e kanë pas të gjithë pejgamberët, duke filluar nga i pari deri te i fundit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pra ka qenë cilësi e tyre. Dhe ai musliman dhe ai besimtar i cili e ka këtë cilësi, pra i përngjason pejgamberëve të cilët ishin krijesa më të dashur të Allahut subhanahu wa taala. Andaj kjo është një begati pra të cilën Allahu i jep njerëzve të zgjedhur të këtij ummeti. E lutim Allahun që ne të jemi prej tyre. Pra është një begati madhështore të cilën Allahu nuk ja jep çdo kujt. Pra sabri apo durimi është cilësi, një prej cilësive me të cilën dallohen besimtarët e vërtet, besimtarët e sinqert nga ata të tjerët. Ajo që e vërteton dhe që e argumenton se sabri është një prej cilësive apo prej begative madhështore është se sabri apo durimi është përmendur në Kur'anin famëlart më tepër se në 90 vende. Pra, vetë numri i përmendjes në Kur'anin famëlart na e tregon rëndësinë dhe pozitën e sabrit apo pozitën e durimit në Islam. Dhe e tregon madhështinë e të poseduarit së kësaj cilësie. Pra, më tepër se 90 herë Allahu subhanahu wa taala e përmend sabrin apo durimin në Kur'anin famëlart, ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po ashtu në shumë hadithe, qofshin ato hadithe gojore apo hadithe veprore, e përmend sabrin si cilësi të dalluar dhe të preferuar të besimtarit. Ne prej atyre ajeteve që e përmendim sabrin do t'i cekim vetëm disa, nga se në këtë hutbe apo në këtë ligjerat, e cila është me zgjatje të shkurtër, nuk është e mundshme që të ceken të gjitha ajetet në Kur'an që flasin për sabrin. Pra i kemi zgjedhur vetëm disa sa për ta potencuar rëndësinë dhe vlerën e pozitën e sabrit apo durimit në Islam. Allahu subhanahu wa ta'ala në ajetin 43 të surës Ash-Shura thot: "Wala man sabara wa ghafara inna dhalika min azmi al-umur." Kush bën durim dhe fal, nuk ka dyshim se ajo është virtyti më i lartë apo virtyti më i lavdishëm. Pra, ai që bën durim, ai që bën sabër dhe ai që fal, pra e ka mundësinë që t'i hakmerret dikujt, mirë po bën sabër dhe këtë e bën vetëm për Allahu subhanahu wa ta'ala, pra kjo është virtyti apo cilësia më e lartë dhe më e lavdishme të Allahu, për të cilën Allahu e di vetëm ai se si do të shpërblej atë person në ditën e gjykimit. Pastaj në një ajet tjetër në surën Al-Ahqaf, ajeti 35, Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul, wala tasta'jil lahum."
e urdhëron pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me durim. Pra, kur pejgamberi alaihi salatu wassalam ju bënte thirrje mushrikëve, ju bënte thirrje në islam, ju bënte thirrje që të largohen nga shirku, nga idhujtaria dhe politeizmi, i thirrte në monoteizëm, në tauhid, në njëshmërinë e Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe se vetëm ai është Zot i cili meriton të adhurohet. Mushrikët, jo që nuk e besonin, jo vetëm që e mohonin këtë thirrje të pejgamberit alayhi salatu wassalam, por madje edhe i bënin torturime pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe po ashtu edhe sahabëve, shokëve të tij, të cilët kishin besuar në besimin e pejgamberit alayhi salam. Pra Allahu në këtë rast nuk e thirr apo nuk i drejtohet pejgamberit alayhi salatu wassalam duke i thënë ti duhesh të hakmeresh ndaj torturave që ata ti bëjnë, pra edhe ti të hakmeresh në të njëjtën mënyrë. Mirë po përkundrazi e urdhëron që ai të bëj sabër, pra të bëj durim, sepse një ditë prej ditëve ky sabër dhe ky durim do të jetë dita kur do të shpërblehet në ditën e llogarisë. Andaj e urdhëron pra me sabër dhe i thot ti o Muhammed duro, bën sabër ndaj torturave dhe ndaj maltretimeve që ata ti bëjnë ty, ashtu siç duruan përpara teje pejgamberët e vendosur, pra ulul azm. Nuk janë të gjithë pejgamberët të njëjtë, pra edhe ata janë grada dhe shkallë. Nuk janë të gjithë të njëjtë të Allahu subhanahu wa ta'ala, por ka disa prej tyre që janë më të veçuar nga të tjerat. Pra Allahu thot ulul azm, ti o Muhammed bën durim, sikur që bën durim ulul azm, pra pejgamberët e vendosur, pejgamberët më të vendosur, të cilët ishin të Allahu subhanahu wa ta'ala, janë 5. I pari është Ibrahimi alayhi salam, pastaj është Nuhu alayhi salam, pastaj është Musa alayhi salam, i katërti Isa alayhi salam, dhe i fundit vula e pejgamberisë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra e urdhëron ti o Muhammed bën durim sikur që kishin durim pejgamberët të cilët tash sa i cekëm, pra pejgamberët e vendosur, Nuhu alayhi salam, Ibrahimi alayhi salam, Musa alayhi salam dhe Isa alayhi salam. Pa dyshim se të gjithë pejgamberët e Allahut ishin të sprovuar dhe kishin detyrë të rëndë, kishin mision të rëndë, pra për ta përcjellë fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala në këtë tokë, dhe të gjithë i bën sabër ndaj torturave dhe mundimeve, pra vështirësive të cilët i hasën. Mirë po këta pejgamber të cilët i cekëm ishin më të dalluarit, pra ulul azm apo pejgamberët më të vendosur. Andaj Allahu e porosit Muhammedin alayhi salatu wassalam që të bëj sabër apo të bëj durim, sikur që kishin durim pejgamberët e vendosur. Dhe thot wala tasta'jil lahum, pra e vazhdon ajetin thot dhe mos u ngut që ti të kërkosh dënimin, pra ta shpejtosh dënimin për ata, të kërkosh nga Allahu që Allahu t'i dënoj ata, sepse ata edhe pse nuk të besojnë, ndoshta një ditë prej ditëve do t'ju mbushet mendja, do ta kuptojnë se kjo që thirrti, kjo në të cilën thirrti është ajo e vërteta, është feja e drejtë, andaj ti bën sabër dhe mos u ngut që të kërkosh prej Allahut për t'i dënuar ata. Pastaj në një ajet tjetër në surën Hud, ajeti 11, Allahu subhanahu wa ta'ala i lavdëron ata të cilët bëjnë sabër, ata të cilët bëjnë durim, dhe thot illa alladhina sabaru wa amilu salihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Thot ata të cilët bëjnë durim, ata të cilët bëjnë sabër dhe ata të cilët bëjnë vepra të mira, pra sabrin e ka krahasuar me veprat e mira. Pra nëse dikush të bën ty keq, ti bën sabër, bën durim dhe ja kthen me të mirë. Pra bën durim dhe ja kthen me të mirë, bëhesh vepër mirë ndaj atij, atëherë thot këto pa dyshim këta persona do të kenë një prej shpërblimeve më të mëdha në ditën e gjykimit. Pastaj Allahu subhanahu wa ta'ala në një ajet tjetër në surën An-Nahl, ajeti 96, në lidhje me ata të cilët bëjnë sabër, në lidhje me ata të cilët bëjnë durim, thot
wala najziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsana ma kanu ya'malun. Atyre thot që ishin të durueshëm, atyre që ju bën ballë vështirësive dhe sprovave, ne do t'ju japim shpërblimin në ditën e gjykimit, shpërblimin më të mirë për atë gjë të cilën ata e vepruan. Pra, për shkak të durimit të tyre, për shkak të sabrit ata që e kishin ndaj vështirësive dhe ndaj sprovave të kësaj bote, Allahu subhanahu wa ta'ala thot, ne në ditën e gjykimit, për shkak të kësaj vepre madhështore, do t'u japim shpërblimin më të mirë. Pra, atë shpërblim e din vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala se cili mund të jetë. Pastaj në një ajet tjetër, në surën Al-Insan, ajeti 12, Allahu subhanahu wa ta'ala thot, وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Kur flet në lidhje me xhennetlit, apo në lidhje me ata persona të cilët do të hyjnë në xhennet, Allahu subhanahu wa ta'ala thot, dhe për shkak se ata duruan, për shkak se ishin të durueshëm, i shpërbleu me xhennet dhe me tesha prej mëndafshi. Pra, durimi është shkak që e fut personin në xhennet dhe ja mundson që ai të shijojë të gjitha begatitë e xhennetit. Pra, vetë futja në xhennet është begatia më e madhe. E pastaj përjetimi i begative të tjera dhe kulminacioni është begatia më e madhe të pamurit Allahu subhanahu wa ta'ala, pas të cilës begati ata do t'i harrojnë të gjitha begatit tjera të cilat i kishin më parë në xhennet. Pra, ajo që dua të them është se ajeti kuranor na e potencon se durimi apo sabri është një prej shkaqeve për të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala i futi në xhennet njerëzit apo personat të cilët ishin të durueshëm dhe për këtë shkak u dha xhennetin pra dhe u mundsoi që ata të veshin petka prej mëndafshi. Në një ajet tjetër në surën Al-Baqara, ajeti 162, Allahu subhanahu wa ta'ala i porosit të gjithë besimtarët, i porosit me sabër, i porosit me durim, duke thënë, Ja ejuhalladhina amanu sta'inu bis sabri was salah, inna Allaha ma'as sabirin. O ju që keni besuar, o ju që e keni shpreh me gojet e tua fjalën la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Çdo ajet i cili fillon me ja ejuhalladhina amanu, çdo njeri prej neve jemi pjesëtar të këtij ajeti. Pra, çdo njeri që e ka besuar Allahun si Zot dhe e ka besuar pejgamberin alayhi salatu wassalam si pejgamber dhe rob i tij, pra është pjesë e këtij ajeti të cilëve Allahu subhanahu wa ta'ala na drejtohet duke na thënë, o ju që keni besuar, kërkoni ndihmë prej Allahut me anë të sabrit, me anë të durimit dhe me anë të namazit. Pra, sabrin e ka krahasuar me namazin. Ne e dim se namazi është obligimi më i madh në Islam, pas besimit në Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra, sabri është në të njëjtin rang me namazin. Pra, ai i cili bën namaz dhe duron, Allahu subhanahu wa ta'ala thot, inna Allaha ma'as sabirin. Le ta din se Allahu është me ata të cilët bëjnë durim, me ata të cilët bëjnë sabër. Pra, a ka begati më të madhe se Allahu të jetë me ty? Nuk ka begati më të madhe se ti ta kesh Allahun gjithmonë me vete, ta kesh ndihmën dhe mbrojtjen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra, për të arritur këtë, duhet që të bëjmë sabër, të bëjmë durim ndaj të gjitha vështirësive dhe sprovave të cilat na preokupojnë dhe na kaplojnë, sepse fundja kjo është një botë e shkurtër dhe të gjitha ato sprova janë kalimtare dhe vjen një ditë pra e cila është e përhershme, një botë tjetër e cila është e pafundme, ku shpërblimet e Allahut subhanahu wa ta'ala për sabrin do të jenë shumë të mëdha. Pastaj në një sure apo në një kaptin të Kur'anit e cila quhet Al-Asr, Allahu subhanahu wa ta'ala thot, Wal-Asr, pashakohën, innal insana lafi khusr, vërtet njeriu është në një humbje të madhe. Pra, të gjithë njerëzit janë në një humbje të madhe. Pastaj vazhdon ajeti dhe thot,
illa alladhina amanu wa amilu salihati. Pra përjashtim prej atyre të cilët janë në humbje bëjnë ata të cilët kanë bërë besim, pra kanë besuar Allahu subhanahu wa ta'ala dhe kanë bërë vepra të mira. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. E kanë këshilluar njëri tjetrin me hak apo me të vërtetë dhe e kanë këshilluar njëri tjetrin me durim. Kjo ishte një prej cilësive të sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët pasi që ishin bashkë në tubime të ndryshme, kur ndaheshin nga njëri tjetri për të shkuar në shtëpitë e tyre, e lexonin këtë sure, ja lexonin njëri tjetrit këtë sure, që mos të harojnë, që t'ja përkujtojnë njëri tjetrit se ata të cilët besuan dhe bën vepra të mira, e këshilluan njëri tjetrin me hak, me të vërtetë, dhe e këshilluan njëri tjetrin me durim apo sabër, atëherë këta do të jenë prej atyre të cilët do të shpëtojnë nga humbja. Këta do të jenë prej atyre të cilët në ditën e gjykimit do të jenë të veçuar nga krijesat tjera dhe do të meritojnë shpërblimet më të mëdha. Pastaj Allahu subhanahu wa ta'ala në ajetin 10 të surës Az-Zumar thot: "Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab." Me të vërtetë thot në ditën e gjykimit atyre të cilët bëjnë sabër do t'ju jepet shpërblim i pa kufishëm, pra bighayri hisab, pa mos e ditur fundin se sa e ka. Pra shpërblimi do të jetë i pa kufishëm, i pa kufizuar, vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala e din se sa do të jetë shpërblimi i atyre të cilët bëjnë sabër. Sabri duhet ditur se ndahet në disa lloje. Sabër ndaj kryerjes së obligimeve ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Ne e dim se Allahu na ka urdhëruar me shumë obligime. Mirë po për t'i bërë këto obligime, njeriu patjetër duhet të jetë i veshur me petkun e sabrit apo petkun e durimit. Për arsye se nuk është edhe aq lehtë ti bësh të gjitha obligimet e Allahut subhanahu wa ta'ala, andaj kjo do durim. Pra, njeriu për t'i arritur ato obligime do që të jetë i veshur me petkun e durimit. Sabri po ashtu lloji tjetër i sabrit është edhe sabri ndaj largimit nga ajo që Allahu subhanahu wa ta'ala e ka ndaluar. Pra, ata të cilët e kanë sabrin, e kanë durimin, e kanë të mundshme shumë më lehtë që të largohen nga ajo që Allahu subhanahu wa ta'ala e ka ndaluar. Po ashtu lloji tjetër i sabrit është edhe sabri ndaj sprovave të shumta të cilët e preokupojnë njerëzit në këtë botë. Mirë po, të cilat për besimtarin janë të mirë se ardhura dhe besimtari është gjithmonë në pajtim me to. Pra asnjëherë nuk i kundërshton, pra bën durim duke shpresuar dhe duke qenë i bindur se Allahu subhanahu wa ta'ala do ta shpërblej për atë durim. Në një hadith të cilin e transmeton Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, ky i fundit thot: "Marra an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ala imra'atin tabki 'inda qabrin." Faqal, pejgamberi alayhi salatu wassalam një herë prej rasteve kaloi pranë një gruaje e cila ishte ndalur afër një varri dhe po qante. Dhe asaj i tha: "Ittaqillaha wasbiri." Kije frikë Allahun dhe bën durim. Pra, mos qaj dhe mos vajto dhe mos thuaj fjalë të këqija të cilat nuk i kanë hije një muslimani. Pra, kije frikë Allahun dhe duro. Ndërsa ajo nuk e njihte pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe i tha: "Ilayka anni fa innaka lam tusab bi musibati." Më lër rahat, tha, se ty nuk të ka goditur ajo sprove cila më ka goditur mua. Pra nuk e njohi se ky ishte pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe i tha: "Lejëm rahat se ti nuk je sprovu siç jam sprovuar unë." Qila laha, pastaj disa njerëz të tjerë i thanë: "Innahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam." Ai njeri i cili të këshilloi pak më parë ishte i dërguar i Allahut, ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E kur e mori vesh se ai ishte pejgamberi alaihi salatu wassalam, atëherë Anas ibn Maliku thot: "Fa atat baba an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qalet", shkoi te dera e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pasi e takoi pejgamberin alaihi salatu wassalam i tha:
lem a'rifke, nuk të njoha. Pra më falt se unë nuk të njoha se usolla pak si keq me ty. Faqal innama as-sabru 'inda as-sadmati al-ula. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i tha, sabri apo durimi është durim i vërtet, apo sabër apo kulminacioni i sabrit është në momentin e parë kur njeriu sprovohet. Pra, në momentin e parë kur të godet sprova, atëherë duhet të bësh sabër. Pra, ky është kulminacioni i durimit. Në një hadith tjetër, të cilin e transmeton Buhariu nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, ky i fundit thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Men yuridillahu bihi khayran yusib minhu." Ati të cilit Allahu i adon të mirën, ati të cilit Allahu i adon hajrin, e sprovon. Si është e mundur kjo? E sprovon besimtarin i cili i bën durim asaj sprove dhe për këtë shkak ai fiton shpërblime dhe i rriten gradat e tij në xhennet. Pra, ai i cili i bën durim sprovave të Allahut, Allahu subhanahu wa ta'ala pra ja ka dashur të mirën atij që e ka sprovuar. Pra me anë të sprovës së tij dhe me anë të durimit të cilin ai e bën gjatë asaj sprove, atij i rriten gradat e tij në xhennet, i rriten shpërblimet. Andaj pejgamberi alayhis salatu wassalam thot: Allahu kujt i adon të mirën, atë e sprovon. Mirë po, ai i cili është i mençur, ai i bën durim, i bën sabër këtyre sprovave, sepse është i bindur dhe e di se për këtë durim ai një ditë prej ditëve do të shpërblehet me shpërblimet të cilat i din vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndërsa në një hadith tjetër, të cilin e transmeton Tirmidhiu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Inna 'idhama al-jazaa'i ma'a 'idhami al-bala." Madhësia e shpërblimit varet nga madhësia e sprovës. Pra aq sa është sprova e madhe, aq edhe shpërblimi është më i madh. Sado që sprova të jetë më e vogël, edhe shpërblimi është më i vogël. Pra sa është sprova, aq është edhe shpërblimi te Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj vazhdon pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe thot: "Wa inna Allaha ta'ala idha ahabba qauman ibtalahum." Dhe Allahu i madhrishëm kur e don një popull, atë popull e sprovon. Pra, e do atë popull, e sprovon që me anë të asaj sprove ata të bëjnë durim dhe të arrijnë shpërblimet e mëdha të Allahut subhanahu wa ta'ala dhe të arrijnë gradat më të larta në xhennet. Faman radiya falahu ar-ridha. Ai i cili është në pajtim me këtë sprovë, atij i takon edhe pajtimi apo kënaqësia e Allahut subhanahu wa ta'ala. Wa man sakhita falahu as-sakht. Ai i cili nuk i bën durim dhe hidhërohet me sprovat e Allahut subhanahu wa ta'ala, atij do t'i takojë hidhërimi në ditën e gjykimit, hidhërimi i Allahut subhanahu wa ta'ala, për të cilin e lutim Allahun që të na mbrojë që të jemi prej këtyre. E lutim Allahun që të jemi prej atyre që bëjmë sabër, që të jemi prej atyre të cilët bëjnë durim dhe e çojnë në vend fjalën e Allahut dhe porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe më në fund duhet cekur edhe një gjë, se si duhet vepruar muslimani gjatë sprovave. Çfarë duhet të bëj kur ai sprovohet? Këtë më së miri na e tregon Allahu subhanahu wa ta'ala në një ajet kuranor në të cilin thot: "Wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiri as-sabirin." Ne thot do t'ju sprovojmë. Do t'ju sprovojmë thot me frikë, me pasiguri, domethënë, me uri dhe me mangësi prej pasurisë dhe prej fëmijëve dhe prej fryteve apo drithrave. Por Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Wa bashshiri as-sabirin." Ti përgëzoj, jep ju mish atyreve të cilët bëjnë sabër. Alladhina idha asabathum musibatun, të cilët kur i godet ndonjë sprovë, kur sprovohen nga Allahu subhanahu wa ta'ala, qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ata thon inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, që do të thot ne jemi të Allahut dhe të ai do të kthehemi. Pra Allahu atë që e ka dhënë, atë ma ka marrë. Pra Allahu nuk merr diçka të cilën nuk e ka dhënë. Andaj, nëse gëzohemi kur Allahu na jep ndonjë të mirë, atëherë duhet të bëjmë durim kur Allahu edhe na e merr atë mirë. Pra duhet të themi
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ne jemi të Allahut dhe të ai do të kthehemi. Pastaj ajeti vazhdon dhe thot ulaika alehim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Ata të cilët bëjnë sabër në këtë mënyrë dhe çdo sprovë që ju vjen thon ne jemi të Allahut dhe të Allahut do të kthehemi, thot ata do t'i meritojnë bekimet dhe mëshirën e Allahut subhanahu wa taala dhe ata janë të udhëzuarit. Pra, sabri apo durimi është shkak që ti të cilësohesh me cilësinë e udhëzimit. E ata të cilët janë të udhëzuar dihet se ku e kanë vendin pra në xhenetet e Allahut subhanahu wa taala. Elusim Allahun që këto porositë e Allahut dhe këto porositë e pejgamberit alayhi salatu wassalam të mundohemi maksimalisht t'i çojmë në vend që të jemi të denj, të jemi prej atyre të cilët inshallah në ditën e gjykimit do ta meritojmë begatin më të madhe të Allahut subhanahu wa taala, Jannatul Firdaus inshallah të gjithëve na bën nasib. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.